bëhemi nga banorët e xhenetit në qoftë se e kërkojmë këtë xhenet nga Zoti i tij, Zoti i xhenetit. E qysh me e lut Zotin për xhenet? Të ndërëzër, sa herë nditje ja lip Allahu që të vend? Sa herë? Kjo pyetja e parë. Mirë, pas kësaj përgjigjes, në vetë, jo mu, ka që herë ato? Qysh ja lip Allahu të këtë vend? Apo? Qka shë Allahu në zemrën të në këthush? Ja Rab, es'aluke al-janna. Qka shë? Qfar ere del nga brendia jote? Qfar arome është ajo? A është ati asaj varfrije, ati përkushtimi, asaj varfrije që ndoshta slipët kurgjën këtë dunia që ashtu ato. Ndërsa na e dim që një smundje me tra, një bërç me e pas, një synim caktu në dunia me e pas, edhe më të ngushtu jeta për shkak se ki lutë Allahun, pse jo, duhet me lutë Allahun për gjithë shka. Qysh e lutë Allahun xhallahu ala? Me çfarë përkushtimi? Apo me çfarë dërzimi, me çfarë koncentrimi, me qysh e lutë Allahun xhallahu ala? Ti e din. E kur e lutë për xhennet, a janë të përmbledhura këto elemente? A përbëjnë duan tënde, Allahumma inni es'aluke al-janna. O Allah, unë po e kërkoj xhenetin. A janë përbërës të kësaj lutje edhe këto elemente si kur lipëm dunjan? Përkushtimi, nështrimi, loti, varfënia, dorëzimi, derti, gajlja, brenga, gjitha këto. A janë djena se nuk kam ku shkoj që së s'ma japëm. Unë s'kam që ka dalë për dunjaja, pa më garantu se kime me japë xhenetin. Apo, a lutë që shto Allah xhallahu ala? Ndaj, aj që e ka lyp xhenetin, Allahu kom ja dhonë. Po jo aj që e ka lyp xhenetin, si kur dikush që i thot dikujt, ma jam diçka, por mos me apsh bëjqarun atëm. Apo, na me gojë së thejni kështu. Po ndoshta gjendja e dikujt kur bën lutje është kështu, o Allah, më çon xhennet. Po edhe mos u boft, hajri inshallah bëj çare. Apo, zguzon kështu. Unë e di që ti s'thu kështu. Apo, ndoshta s'merr as shkat. Po flas për gjendjen e kërkesës. Për gjendjen tonë gjatë kërkimit, çish është ato? Ndërsa e dini përgëzimin e madh pejgamberit alayhi salatu, përgëzim ata shumë i madh, o vëllai, se kush ja lyp Allahu xhenetin 3 herë ditje, transmetime 7 herë ditje. Xheneti i thot, o Zot, pardon, xheneti lutet për ty, ja Rab, këtë njeri bëne banor timin. Po jo me formalitet, jo me kërkesë sipërfaqësore. Jo. Prandaj bësh banor i xhenetit nëse e kërkon prej Zotit. Kërkesë e cila i ka ta përbërës e vetë që e cika më herë. E ka era njerëzit të ndërëzër, si kurse e kam cika edhe të tjera, kërkojnë nga Allah do punë që edhe mos njërë sen zbohet. Kur gjë zbohet, mos me ndodhe e heqë. Apo me fitu filon ekipi, apo me fitu edhe me upë kur gjë zbohet. Të ti asë ke investu, asë djenë ty pare, asë shkon pare për ti. E lutin Allah në sejgjë dhe me fitu filon, subhanallah. Unë s'pëtu me juridikisht halal haram, këtë diçka tjetër, banë me lutë Allahun që se s'bot fjallë për haram diçka. Mirë po, me konë një kërkesë e tilë, ma me ta djekë zemrën se kur lyp xhennet, tani, kur të pyet vetën tënde, a jam unë nga banorët e xhenetit, që të e ki përgjigjet ato. Andaj lutë, kërkojnë nga Zoti xhallahu ala, ama kërkesë në gjallë temperaturë me anë, e temperaturë vlen nga përmallimi, nga edhe frika, nga nevoja që e kje, nga varfria, nga gjithë ato që kur shoqënohen dhe përzihen me fjalët o Zot, ma jep xhenetin, nuk e kthen Zoti xhallahu ala.